në fakt burri i tezës ishte personi që më mori. Pa talentin, ndoshta shumë e pa talentin, para i më dha dorën. Edhe unë falenderoj për gjithçka çfarë ka bërë për mua dhe realisht më ka qëndruar për shumë vite me radhë, afër vite, madje më mbante veçantën dhe qëndronte aty në të ftohtë, si ato, si një, do thoja një babdaj ose ku di unë. Kam pasur në fakt edhe një tezë të smuar aty që ka qenë si një nënë e dytë për mua, unë nuk e kam thënë kurrë në media këtë gjë. Ajo nuk është më sot, sepse e kujtoj me shumë mall, ajo është kujdesur si një nënë e dytë për mua. E dilte në të ftohtë, dilte aty në balkon vetëm për të më parë duke luajtur dhe besoj atje ku është sot më sheh nga larg, jam shumë i sigurt që më sheh nga aty sipër dhe është krenare për mua.